Të ndikimi ekonomik, so ndikon në aspektin ekonomik, tanë mandej politikë dhe geopolitikë të gazi. Po du me trajtu temin e gazit, e ke pasit dhe t'jallin fantastik. Në detaje, so përfitojnë Kosova me lidhjen e Kosovës me gazin Amerikan, a e rezikon ato që pa të të ministri janë i farforme që i kena pa mund masani me gazifiku thëngjilin, që zash jetë që po kurgjën këtë? Meran, Fidan, se... Po, meran, hajte. E para, sa i përket... Dikimi ekonomik, fusizimi, qa fitojme dhe so upën me refuzimin e gazit Amerikan aspekt ekonomik. Dikimi i parë ekonomik është të çmimet. Dhe më thonë edhe të... Të çmimi e energjisë? Ullet çmimi e energjisë, për shkak se realisht edhe i largojmë konsumatorët e mdhaj prej ndikimit në tarif, pra ata që janë konsumatorët mdhaj flasë për ngrotoret, flasë për pjesën e feroniklit, për pjesën e trepses, për pjesën e shumë kompanive, cilat janë konsumatorë të mdhaj të energjisë elektrike që tani është në treg, dhe cilët kyqen në furnizim e gaz. Dhe më thonë, e para, kjo ndikim është i jashtëzakonshëm, për shkak se edhe mundëson performancë më të mirë të këtyne kompanive, edhe i rritë eksportet të këtyne kompanive, për shkak se banë ma konkurruse me çmimet, edhe kanë, do më thonë, një stabilitet më të madhe, një mundësi dhe më thonë me nëzitin ose me sjellë investime të reja. E dyta, sa i përket pjesës që lidhet me çmimet tona, dhe më thonë si konsumator që i kemi. Në çdo variant, nëse kjo gazifikimi përdoret për ngrohje, për shumë qytetarë, pra mos me qenë vetëm disa qendra si Prishtina, disa tjera që kanë ngrohje, po ti marrëm për shembull edhe Mitrovicën, edhe Podujeven, edhe Ferizajnë, edhe shumë qendrat të tjera, kjo normalisht ndikon të secili qytetar, për shkak se kostoja më e madhe që paguhet për faturat e energjisë elektrike është mundëzej. Është ngrohja. Pastaj, normalisht, edhe si shpim final, edhe në mujtë të tjerë, kur nuk është domosdoshmërisht ngrohja, çmimi i faturave bjen. Kjo pastaj reflekton në çmimet e gjitha produkteve. Ne këtë inflacion që e kemi, mos të harrojmë, domethënë para 3 dite, 4 dite, Agjencia Statistikave, çdo muaj që i publikon këto dhënat për inflacionin, Kosova vazhdon me pas inflacionin më të lartë në Evropë, edhe në muajin prill ishte 7.4%. Domethënë, edhe në muajin prill e kena inflacionin më të lartë në Evropë. Domethënë, nga 6.1 shkoi në 7.4 dhe me këtë trend që jam të e pa dhe me çmimet çka po ndodh, nuk çuditna me shku me inflacion dyshifror dhe kjo pastaj bëhet problem serioz për secilin qytetar të vendit me mujtë me përballu shpenzimet mujore. Ajo që po bëhet si zgjidhje, dhe më thonë, të energjia elektrike, ose që duhet më bëhet si zgjidhje të energjia elektrike, normal që ka dikim të kostoja të përballueshmëria për secilin familje. Dhe nëse kjo nuk ndodh, dhe ne vazhdojmë më varë për importit, se na çmimet e energjisë elektrike kemi të shtrejta për shkak se kemi import shtrejt, jemi të varëm për importit,